Kjo hapësirë në rashkullaj të Gryemirës së Malësisë së Madhe është e përfshirë në hartën turistike të trashëgimisë historiko-kulturore për faktin se këtu ngrihet kisha shumë shekullore e Shënqonit. Ndërkohë që besimtarët katolik të zonës në këtë mjedis të hapur kryen ritet fetare, vizitorë të shumtë si nga krahinat e ndryshme të vendit ashtu dhe turistë huaj vinë shpesh pranë kësaj kishe. Sidomos tani me ngrohjen e motit, vizitat janë gjithnjë më të shpeshta. Për këtë arsye banorët kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit lokal për sistemimin e përrojit të banushit dhe pastrimin e mjedisit përreth, i cili ndotet nga mbeturinat e shumta. Kjo është i mangesë e madhe për njerëzin, herë për kulturën e njeriu që qet këtë mall material bistu se dhe pastrua kanë për shefe me i fjalë që sillet, po si s'do të ndërhy. Kjo është e nevojshme, mos e nevojshme ashtu edhe për kulturën e njeriu, por edhe të kësaj zonë, se kjo shef me i fjalë vetë natyrën që ka kjo zonë. Është mos e nevojshme për ndërhymje edhe për këtë rrugë me kënë që ashtu me i fjalë me u ba, me mirëmajt prej këtu të kisha sa kushton që me u ba të aman ajo kult fetar që është aqi vjetër, aqi ashtu, pëse mos me nërhy me u ba i rrugë e regullt me i fjalë për 300 metra është. Duhet me nërhy për rrugën këturë, kjo nuk është ba urë. Kjo është ba vetëm për me, se shif me i fjalë me torinat që metën këtu gjithmonë është problematike. Kjo është kish shumë vjeçare, nuk është një kish e thjesht për me ashtu, por është kish shumë e vjetër, mi 800 vjetë, si mas thanave që kanë ashtu, se na këtu kam pas shpinët, kam token, kam pronën këtu. Përveç kishës së Shënqonit si objekti trashëgimisë kulturore historike për të cilën banorët e zonës pavarësisht dallimeve fetare ndihen krenar që kanë ruajtur deri në ditët e sotme, kjo hapësirë është e pasur edhe për zhvillimin e agroturizmit si dhe shumë tërheqëse për aktivitetin në natyrë, deri në malin e Maranajt, ndaj ky mjedis i ndotur që ndodhet në hyrje të kësaj zone është i papranueshëm.